Tha që për Dnevnik, tratarët janë tetovarët që votuan Ahmetin, tani do të investoj që ta kenë akoma më keq. Çdo mëngjes uji që pinë të bëhet helm. Çdo ditë kur të shikojnë në pasqyrë, të thonë se janë shpirtra të shitur, se janë tradhtar. Kështu është shprehur kreu i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, cituar nga e përditshmja Dnevnik. Humbja në zgjedhjet e fundit lokale në bastionin e shqiptarëve e ka hidhëruar kreun e PD-s-s Mendu Thaçin, i cili tërë mllefin e ka shprehur ndaj tetovarëve, duke i u drejtuar se asnjëherë nuk do t'i falë. Shumë mirë që humbëm në Tetov, sepse mendoj se kjo do ju pamundësoj tetovarëve të jenë dyftyrësh. Tetovarët kishin një arsyetim pse të mos votonin për mua dhe Sadi Bexhetin, por kishin 100 arsye që të mos votonin Ali Ahmetin dhe Teuta Arifin. Arifi është mbese një udhbashi të njohur nga Tetova, i tillë është edhe Fatmir Besimi dhe Ahmeti. Shqiptarët e Tetovës u shitën, dikush për t'i mbrojtur vendet e punës, dikush për 500 denar. Shpejt do ta kuptojnë se jo që ka humbur partia, por edhe vetë ata. Në rast se kanë dashur mua të më akmeren, nuk e pranoj atë. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare shkoi më larg, duke i quajtur plehra të kombit të gjithë ata që kanë votuar opsionin tjetër politik. Jam krenar që arrita që për mua të votojnë 13.700 shqiptarë të Tetovës, të cilët janë të ndershëm. Mbaj përgjegjësi vetëm para tyre, të tjerët i vlerësoj si plehra të kombit tim. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare ka mohuar mbështetjen që BDI-ja i ofroi për komunën e Strugës, duke votuar në raundin e dytë për kandidatin e PD-s-s. Ai ka theksuar se votim etnik ka pasur tek pala maqedonase dhe jo tek ajo shqiptare.